Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në forumin Berlin Global Dialog në Gjermani, nga ku shpreh se Shqipëria ka pasur një vit të mbar sa i përket aspektit të integrimit evropian. Ai tha se aktualisht nga Europa ka një angazhim për ta sjellë rajonin e Ballkanit Perëndimor më pranë Bashkimit Evropian. Kemi pasur një vit të mbar, po ta vendosim në kontekstin e Europës dhe të gjërave si po shkojnë përgjithsisht. Gjatë 11 muajve të fundit ne kemi çelur 5 nga 6 grup kapituj dhe presim me padurim që të çelim grup kapitullin e fundit me shpresë deri nga fundi i vitit, që praktikisht do të shënojë një rekord sa i takon shpejtësisë në proces. Kjo na inkurajon shumë. Në këtë moment, në kohë, Europa është plotësisht e zgjuar, çka nuk ishte kështu deri pak vjet më parë. Për fat keq, për të pasur një zgjim të tillë, duhej agresioni i tmerrshëm e brutal kundër Ukrainës, por tashmë mund të shohim një dallim të madh. Më parë, BE-ja thjesht thoshte që Ballkani Perëndimor është i rëndësishëm shumë gjeopolitikisht, por vetëm me fjalë. Tashmë edhe veprat po tregojnë se ka një angazhim të mirëfillt për të na sjellë më pranë. BE-ja ka 2 kufi, një të jashtëm dhe një të brendshëm. Dhe brenda perimetrit të kufirit të brendshëm jemi ne. Kështu që në një farë mënyrë jemi kërthisa e Bashkimit Evropian. Unë besoj fort që për të gjitha ato arsye të mira është BE-ja që ka nevojë për Ballkanin Perëndimor si pjesë e realitetit të vet, po aq sa kemi nevojë dhe ne për BE-n sigurisht. Kreu i qeverisë shqiptare është pyetur nga moderatori Ali Aslan për presidentin amerikan Donald Trump. Rama tha se zoti e shpëtoi Trumpin nga atentati për të shpëtuar Europën. Për të qenë shumë i drejtë në raport me të, është shumë angazhues dhe argëtues, natyrisht që e shikoj. Por çështja këtu, nëse flasim për Europën, është që unë vazhdoj të besoj se kur Donald Trumpi tha, e ndoshta vazhdon të thotë që Zoti kishte një plan për të dhe për Amerikën, prandaj dhe Zoti e shpëtoi nga përpjekja e tmerrshme për ta vrarë. Unë mendoj që kjo është vetëm gjysma e së vërtetës, sepse gjysma tjetër e së vërtetës është që Zoti e shpëtoi për të shpëtuar edhe Europën, në kuptimin që Europa duhet të mbledh veten dhe duhet të kuptojë shpejt, sa më shpejt, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra, që në qoftë se do të ruaj rëndësinë e saj, duhet të ndryshojë dhe duhet të ndryshojë me shpejtësi. Dhe ai po formëson epokën e re, duke qenë shumë i drejtë për drejtë, duke qenë shumë i sinqert dhe duke sfiduar që të gjithë të jenë të drejtë për drejtë e të sinqertë. Po ashtu ai komentoi shakan mes tij dhe presidentit francez Emmanuel Macron dhe atij të Azerbajxhanit Aliyev, shaka që Rama tha se u kthye në sulm për presidentin Trump. Dhe kjo është diçka, një shembull tjetër, se sa në pozitë keqe janë demokratët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kjo ka qenë një shaka shumë miqësore me Ilamin, sepse jemi miq të ngushtë për një kohë të gjatë tashmë. Dhe ishte vërtet shumë mirë që shiheshim pas kaq humbjeje dhe pas kaq shumë përpjekjesh për të vrarë njëri tjetrin. Po fakti që kjo shaka miqësore u bë virale në Europë është argëtuese, po fakti që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përdor për të sulmuar presidentin ishte diçka që realisht më mërziti shumë në thelb për demokratët, sepse e kanë humbur realitetin dhe vazhdojnë të besojnë që
epërsia morale mjafton për ta të pretendosh që presidenti Trump është aty ku është, në fakt aty është. Berlin Global Dialog është një aktivitet që zhvillohet çdo vit në kryeqytetin gjerman me fokus sfidat globale të ekonomisë, klimës, teknologjisë dhe qeverisjes.